E çka do të më bëne? Këto net vëllezër të dashur do të më perceptu me një mënyrë tjetër. Edhe ajo mënyrë është këshire, a shonë që jo të jartë. Imaginoj e vetë që këta vëllezër të dashur, sa ka guraleca, sa ka gurzin tukë, qa që me la që zripin tukë, natën e kadrit, sa ka guraleca, imaginoj, a ka numër, a ka fletore që më një shkru në s'ka, vëlla. Sa ka guraleca, qa që me la që zripin tukë, edhe që të gjithë, këto me la që numëri tyre është i pakufishëm, që të gjithë e ka një moto dhe një fjallë. Amin, amin, amin. O Allah pranoje, o Allah pranoje, o Allah pranoje. Këtë me laqët e lusin Allah në azovëgjel që tja u pranon lutjen e besimtarve. Gjithë me laqët e lusin Allah në azovëgjel që tja u pranon lutjet e besimtarve. Andaj kjo natë është natë lutjeve, me lutë Allah në azovëgjel që më në e falë gjunohë. Këto natë, këto minuta mos i qeni bosh vllazë. Pi namazit akshamit sonte. Stin kur gjon, a be thuj Allah fal. Çe kaç? O Allah fal. A be doja do të më koni thjesht. Kështu mos ku tani do li hoxha ti thot shumë mirë vetëm me bo do shumë heshëm me zvuk. O Allah, Allah akon modhirat Allah. Më kam cekën. Ka ardhur një njeri i thjesht te pejgamberi sa më ka thonë, "Oj dërgumi Allah." Ama ki men që më thonë. Ka thonë, "Oj dërgumi Allah, ti edhe modhi radiallahu anhu, ti edhe modhi dini me bo doa, shumë mirë po thërni doa, shumë mirë po i bani fjallë." Unë e tha s'dija Rasulullah, tha shka thuti, shka lipti, tha Allah vështë tamë Allah gjenetin me largon për zarmë, që ka që s'di ma shumë, Allah në gjenet shtinon, zarmë mësë më shti, tha Allah, o ti vidan, tha edhe unë edhe më ozi që ti pare silën, dhe me thonë edhe ne për gjenet, ti be ma shumë zbajna, ama ne, o Allah na i falë gjenohet, ma automatizm kur ti falë Allah gjenohet, ti e gjenet li, o Allah largon, do me thonë, o Allah, mos më let që të bëj mëkate, do me thonë, o Allah largon bizarë në xhenemit. Ta rreth çasojna. Edhe thjesht doan me Allahun. Dhe s'dosh, abe qëllimi është zemra. Jo fjalë. Ka thonë për mësa takwa ha huna, devotshmëria është në zemër. Me bo doa me zemër. Me lutë Allahun azza xal me lutë shkën në shpirt. Me sinqeritet të fortë. Te Allah subhanahu wa taala me thonë, o Allah, falmi gjunov, çka çdije. O Allah xhenet. Ava i tjetëri ka problem s'mund o Allah shnosh. A tjetëri ka borxh. O Allah ma loj borxh. Nuk ka marrë mi thonë Allah ma loj borxh. O Allah ma loj borxh. A tjetëri ka problem kerve do. O Allah bërba bëni kërë ja Rabbel. A tjetëri rruga pak. O Allah inshallah më shtohet rruga ja Rabbel. Ma hipi rrugën ja Rabbel alamin. A tjetëri punë shumë. O Allah pakoma me pak punën. O Allah pakoma edhe pse s'kapi ative që bën pakoma punën. Ama punëtorët e di që thonë Allah pakoma punën. Adon, lutë Allah në shka e kinë zemër. Lutë Allah në atë shka të brengos, atë shka të brej këtu. O Allah, më shiroj e babën tem, rahmet li. O Allah, më shiroj e vlajnë tem. O Allah, më shiroj e motrën tem. O Allah, më shiroj e vladin tem. O Allah, bane me lutë Allah në shka kinë zemër. Qiti Allah, vlezit ashtë, me bon, ashtë interesant, që të ka të zë, nuk ka feje cila në të lidhë, ashtu si që lidhë me islami me dua. Ashtu mund që ditë, dhe zindoshe. Vallaj, unë shpesher ku thëmë, shka zgjedhe, dua, lutë Allah, lutë Allah, lutë Allah. Ka arë një sahabi, për nga mesat, ka thonë, ja Rasulullah, mitën be borgjës, unë jam të ila borgjës. Mitën borgjës, mitën, sa punë, Allah. Ta mam të alaj, njonin vinë, kur ta shoh prishet kerit, dhe të mjandru ullën, dhe të me regjistru, dhe të me mërë borgjës. Ta mam borgjë, ata vinë smejt, ka i vënëja 12.000, dangë, ajde, sitë, sumë hekën, kur njerë beskesh ratë pa borgjë, ja Rasulullah. A di çka i thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Vallë që çka do të thon, shpeshher këtë. A di çfarë zgjidhi ka thon? Ja kam thënë dua. Ka thon lutë Allahun me çka dua. Valla, ka thon lutë Allahun me çka dua. Thot vallai s'ka shku mua më kur s'kam pas borxh. Dua. Hyet, si ka thon për shembull, më ardhon me thonë borxh valla, e kishin ku punon sa e ki rrogën se dim. Andra e banan ja 40.000 valla. Ai këtë ti ku je valla, bani di puna. S'ka sa i të punu, pak, merit di puna e lanë borgjët. Jo, vallaj, më thjesht, shumë thjesht i ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe kjo nuk është thirrje për mos me punua. Domethënë, mos me puten ato dhe në hoxha, mos në ato që mos punoni. Jo, kjo duhet me punua. Duhet me hakat. Ama duhet me lutë Allahun subhanahu wa taala. Sa Allahu është pronari i bereqetit. Allahu është pronari i bereqetit. Vallahi ka sahabi ka thënë Rasulullah mitën borxh, çka të bëj ka thonë çka do, bana edhe inshallah i la. Me do, la në borxhat,
Ama kur qorë sabat, punojsh edhe do, edhe bereqeti, atëre ki mu qudit. Ki mu qudit. Ama veç do, kokët shpinës, a latë borgjë, vallaj, hem latë, ama hem edhe nuk latë. Adi, hem latë, pa edhe mundet mësë më latë. Për këtë lezë dashër, këtë natë le të shfridzem do. Sa Allah s'ma ka thonë, selam, paqa në kjo natë. Kjo natë a paqa. Fillimisht dush me pas paqa me vetë vetën tonë. Paqa me Allah, subhanu e ta'ala. Paqa me farefisin. Paqa me bashkëshortën. Paqa me evladin. Paqa me kushin. Paqa me gjithë kanë. Edhe në manja një mend, unë qëket veç mu se harani vëllezër dashur. Nuk ka gur, sa ka guraleca, gurzin tokë, qatë shmelo që janë natën e ka drejt që të gjithë e ka një moto, o Allah pranoja doa. E një me laqë me thonë Allah pranoja doa, doat janë pranume. E paramenot gjithë këtë numëri me laqëve të mëdhej. Për këtë lipnit Allah, s.a. ma tjesht, shka takona të shpirti, shka takona zemra, ama më zbona për ative që e lipna veç këtë dënjon. Se unë kur tham shka takona zemra, dhe si të unë gjithë njoni dhe të Allah një kërë, Allah një shpi, Allah një vilë, Allah një bazen, Allah një ishë, Allah një... Ban pak edhe kënejnë, o Allah një gjenet, o Allah falmi gjunohet, o Allah këtë, o Allah këtë, o Allah këtë. Për këtë, besimtari